ku qëndron Partia Demokratike me Shtetet e Bashkuara, nuk besoj se ka ndonjë ndryshim nga ajo pjesa e asaj për të cilën është thënë atëherë kur patën ato problematikat për sa i përket pjesës së Lulzim Bashës me pjesën e foltores dhe ato që u krijuan problemet. Pra, pozicioni pothuaj i Shtetet e Bashkuara nuk është se kemi ndonjë argument apo një deklaratë të tyre deri në këto momente të thojë që apo të shprehë një mendim në favor të Shtetet e Bashkuara. Ka ardhur vetëm një personazh i cili merret me fushata elektorale, nuk është se ai është Amerika, ai është vetëm thjesht një e 5.000 e personave të cilët kanë qenë antarë të komitetit të fushatës zgjedhore të Trumpit, por që ndonjë deklaratë publike për sa i përket deri tani Shtetet e Bashkuara për Partinë Demokratike nuk kanë bërë. Por kjo nuk do të thotë që ata nuk është se e monitorojnë, nuk e monitorojnë dhe shikojnë me vëmendje gjithë zhvillimin çfarë po ndodh me situatën. Dhe kam përshtypjen që Shtetet e Bashkuara informacionin e marrin nëpërmjet ambasadës, në fjalë praktikisht për situatën e cila është. Dhe ajo që mua më ka bërë përshtypje është angazhimi i përfaqësive diplomatike të cilat nuk është se kanë marrë në një veprim për sa i përket marrëdhënies me zotin Berisha. Edhe pse ata sot janë opozita, mazhoranca e opozitës, të cilët janë pjesë në zgjedhje, kanë krijuar atë koalicion, por që mua më duket si një shpresë e Partisë Demokratike për sa i përket rikuperimit të marrëdhënies me Shtëpinë e Bardhë. Dhe në këto kushte shikoj sepse një nga njerëzit më të fuqishëm që ka sot opozita, që unë me sa di, dhe një njeri që ka lobimet dhe jo lobimet, por të kapim në arsyen që ka njohje të fuqishme për sa i përket republikanëve, është Fatmir Mediu. Fatmir Mediu është personazhi që krijon urat lidhëse gjithmonë me Shtetet e Bashkuara për opozitën. Të shikojmë deri ku do vej kjo situatë. Po, lobimi për ju, domethënë, si e lexoni lobimin, a e shikoni fakti që një nga, le të themi, firmat e lobimit shumë të rëndësishme dhe shumë afër presidentit Trump ka pranuar në një farë mënyre të lidhë një kontratë me Partinë Demokratike. E shikoni këtë si një mundësi që Partia Demokratike të rikuperoj, ashtu siç thatë ju, në raport me marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe posaçërisht me Donald Trumpin? Nuk ka arritur kontrata derisa ta marrë vesh edhe këshilltarja kryesore dhe groja e hekur e zotit Trump. Në fjalë e presidentit. Dhe deri tani jemi në kushtet e një marrëveshje, nuk është se kemi një kontratë të bërë nëpërmjet një garantori i një shume të caktuar, një fondacioni dhe flamunogës. Deri në këto pika e di unë, të paktën nëse para 2 ditësh, 3 ditësh, kjo është depozituar dhe është bërë aplikimi në Departamentin e Shtetit, kjo si kontratë është dorëzuar si dosje më vete bashkëshoqëruar aplikimit, kam përshtypjen që në formatin e linkut që ka sot Departamenti i Shtetit dhe agjencia ajo që quhet kryesore që është Parantalon Fara, pjesa Fara e cila është themeluar pikërisht për këtë qëllim që në 1938 për të ndaluar kontrabandën që mund të bënin nazistat atëherë për të ndërhyrë në Shtetet e Bashkuara. Dhe që atëherë që kur u ngrit ajo agjenci, ajo ka luajtur gjithmonë rolin e menaxhimit me kujdes të lobimeve dhe të financimeve që bën nga shtetet përkatëse. Por kjo kontratë, nëse nuk është publikuar deri në këto momente në linkun e Departamentit të Shtetit dhe në të agjencia Fara, mendoj që jemi vetëm në kuadrin e një kontrate e cila nuk është se kemi ndonjë lloj zhvillimi të ri. Pra nuk i ka dhënë akoma efektet, po thua. Sido që tjetë, nuk do t'i japi efekte para zgjedhjeve, po thua. Për mendimin tim, ata nuk ndërhyjnë para zgjedhjeve. Do të shikojnë, do të monitorojnë situatën, por që pjesa lobuse, për të cilën ta mendojnë të dalë edhe pak të lobimit, se për çfarë janë lobimet?
lobimet nuk janë gjë tjetër, vetëm takime me personazhe të caktuar që i mbyll shoqëria apo kompania e cila ka bërë kontratën me personazhe të veçantë të personazhe të rangut të lartë, të cilët janë të Partia Republikane, Departamentin e Shtetit dhe në Shtëpinë e Bardhë, dhe organizojnë takimet me këta personazhe duke i paraqitur problematikat që ka demokracia në Shqipëri. Vetëm kjo është pjesë e lobimit. Nuk është se aty, po shikosh edhe aplikimin që ka bërë zoti Basha në 19 shkurt të 2025-s, që është publikuar, është i vetmi që ka bërë aplikim. Ai për këtë gjë thot, për problemin e demokracisë, korrupsionit, në fjalë gjëra të tilla janë. Nuk është se ka diçka ndryshe nga marrëdhënia për të cilën ne po flasim. Po. Pra krahasuar me atë lobimin që ka bërë Basha që lidhet me fuqizimin e SPAK-ut apo mbrojtjen e SPAK-ut. Nuk është e SPAK-u ajo pjesa e Bashës. Basha ka tjetër formë, ka edhe reformën drejtësi, po nuk është se i fokusohet shumë për problematikat, narkoshteti, këto gjëra thotë dhe ai, korrupsioni, abuzimi e pushtetit, kjo është situata që thotë dhe ai, unë edhe mund t'ja vendos në dispozicion këtë, po. Jo, më thjesht për të kuptuar, avokat, si e shikon këtë që po diskutojmë, se pastaj shkojmë ke Rama, me që të mos i marrim, që mos shpërndahemi shumë. Si e shikon këtë moment për Partinë Demokratike, ku thash pyetja kryesore që është sot në tavolinë është ja ka dalë Partia Demokratike të rikuperojë atë ingredientin e domosdoshëm për një mundësi rotacioni që janë marrëdhëniet me Perëndimin dhe veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani meqense s'kam pasur rast që të shpreh një mendim në lidhje me këtë çështje në kontratës së lobimit, sikundur është përfolur gjatë këtij ditëve të fundit, po them, po jap një mendim timin, modestisht besoj domethënë goxha të pjekur, duke parë edhe gjithë, le të themi, gjithologët e këtij katundi ton këtu. Nga ana juridike, më bëri shumë çudi që këta dashnorët e SPAK-ut dhe drejtësisë donin me vrap dhe thanë domethënë me një herë ta hetojmë këtë kontratë. Sepse aty nga ana juridike, për mendimin tim, ajo është goxha e qepur ligjërisht. Çfarë ka ndodhur që ta marrin vesh ata që kanë qejf të na dëgjojnë. Partia Demokratike, ose më mirë, lidershipi i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, ka një problem me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që është non grata dhe nuk e ka vetëm personalisht, po e ka dhe për gjithë familjen e tij. Po. E ka dhe vajza e tij, edhe djali i tij. Pra është familjarisht non grata. Dhe ndoshta zoti Berisha nuk më shumë intereson e ardhmja e afërt e familjes sesa e tashmja e tija në politikë, sepse duhet kuptojmë Berisha është 84 vite. Domethënë edhe nuk e shikon më këtë tek vetja e tij më shumë se sa tek pasarësit e tija. Pra, non gradën, problem e shikon tek e bija dhe tek djali më shumë se sa tek vetja e vet. Dhe gjatë gjithë kësaj periudhe kohore, pavarësisht leksikut dhe diskursit të tija në raport me non gratën, që thotë domethënë non grata është pjesë e imja, mos ngatrojmë PD-n, në fakt ka qenë krejt e kundërta. Pothuajse gjithë PD-ja është vendosur në një lloj sulmi me qëllim që kjo non grata të hiqet. Tani çak duke pasur një lloj eksperience nga e kaluar në raport me këto kontratat e lobimit, sigurisht do ishte naive për ata njerëzit e PD-s aty që janë juristë mirë dhe ata, mos harroni, që të bënin gafat amatoreske. Ata pra e kanë qepur nga ana juridike. Çka ka ndodhur? Kanë bërë një fondacion, Make Albania Great Again, një fondacion, të cilin e kanë regjistruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është krejt legjitim ky. Nuk ka rëndësi fare se kush është emri aty, pastaj nëse ne duam të bullizojmë, sikur e kanë parë në shumë media, ky elektricisti apo ky moratori, ky mësuesi apo ky juristi, nuk ka lidhje fare. Është ndërtuar një fondacion aty. Ky fondacioni, në bazë të ligjit federal amerikan, ka të drejtë, domethënë, që të marrë fonde nga persona apo ente publike apo private, por jo shtetërore. Se nuk lejohen, le të themi, për fondacionin nuk lejohen donacione shtetërore. Por private dhe publike mund të merren. Ka marrë. Këta thonë 6 milion euro, unë mund të them 60 milion euro. Që mund t'i ketë marrë në, le të themi, në arkën e vet. Dhe këtë gjë do ta vendosin në raport me një lobim
në Departamentin Amerikan të Shtetit, apo cilin do në çfarë vend, për të, le të themi, këta thonë për të hequr, le të themi, për të bërë një lidhje të Partisë Demokratike, duke qenë se ka qenë një marrëdhënie e qartë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë nuk e besoj shumë këtë, është më shumë një lloj lobimi për të hequr non gratën e zotit Berisha. Deri këtu nuk ka as edhe një gjë të palishme. U të sytë njerëz tu tha pse ka firmosur Flamur Noka aty, po ka firmosur Flamur Noka, sepse benefiti i kësaj kontrate shkon për PD-n. Benefiti, dakor, vetëm ashtu janë. Është një lloj si kundër. Pyetje serioze kështu. Okej, është një lloj si kundër, red. Unë jam investitori, në rregull, kurse beneficiari i një XY objekti do jesh ti. Pra ti nuk nxjerr lek nga xhepi, teorikisht. Që të kuptohemi. Ti nuk nxjerr as i kokën lekun nga xhepi, investitori jam unë, por ti do marrësh pjesë, do hedhësh film sepse le të themi përfitimet, benefitet e gjithë kësaj historie i merr ti. Dhe sigurisht do ta hedhësh film. Kështu që nga ana juridike kjo kontratë për mendimin tim nuk ka as edhe një gjë për të diskutuar. E treta, u tha aty që do ngrihet spaku, doli spaku. Pak nuk e di, do ishte zyrtare apo jo, që do ta hetojmë neve këtë. Do ta hetoj apo verifikoj se verifikim dhe hetim një dreqë është orë. Apo një gjë është. Po një çfarë do të thënë tani? Okej. Tani pyetja shumë naive e ime është. Do të thënë ti po mundohesh të gjesh, do të thënë gjilpërën në kash te kjo kontrata këtu kur e ke gjithë dosjen me goni gal përpara syve të tu dhe nuk po ngre as gishtin më të vogël? Do ku t'ja hedhin këtë? Ku t'ja bëjnë këtë? Me kë po tallen? Çfarë bërë edhe spaku është po përdoret në rastin konkret. Sigurisht. Dhe një gjë tjetër. Në çfarë vendi, çfarë mundësie reale pas ka ky spaku për të hetuar një gjë që ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Spaku e ka jurisdiksionin menda 28000 km2 të Republikës së Shqipërisë. As te konsulatat tona në botë nuk ka mund të fundet. E kupton se për çfarë po flasim? Unë po flas për njerëzit që ta kuptojnë, mos kuptojnë domethënë se u ngrit spaku tani dhe do shkojnë në Amerikë dhe atë. Spaku e ka dosje me goni gal në para syve të vet. Ka 1 vit e gjysmë, 2 vjet nuk e heton fare, do t'ja dim bot. Kjo është për të kuptuar të gjithë meselen që është ngritur në media, sigurisht nga ata të cilët domethënë duhen me gjitha. Tani kthehem te pyetja jote dhe e mbyll këtu si histori. A është rikuperuar? Jo më rret, nuk është rikuperuar. Ka pasur indicie shumë të mira të marrëdhënies Partia Demokratike, po jo në linja zyrtare, jo deri tek Shtëpia e Bardhë apo tek Departamenti Amerikan i Shtetit, por deri tek Partia Republikane, se ti e mbaj më shumë mirë që ka pas një rezolutë të iniciuar nga Partia Republikane dhe britanikët, konservatorët britanikë për PD-n. Ka pasur një qëndrime diametralisht të kundërta në raport me 1 vit apo 2 vite më parë dhe të PP-ve, Partive Popullore Europiane në raport me Berishën apo me Partinë Demokratike. Pra që ka ndodhur diçka, ka ndodhur. Por që kjo a është e mjaftueshme apo jo, që PD-ja të krijojë atë idenë se ka nga mbas Trumpin apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për mendimin tim është e tepruar. Dakor, Rezart, si e shikon? Unë ndaj me Nardin 2 qëndrime të ndryshme për 2 gjëra të ndryshme. E para punës, ashtu si e thot Nardi, do të thotë që çdo entitet i huaj mund të shkojë dhe të lobojë për çdo parti shqiptare, pavarësisht se nuk ka ndonjë problem, mjafton përfitimi, që do të thotë, hipotetikisht, në rastin konkret kemi këtë lobimi që po bëjnë ca amerikanë. Po mund të biden ca kinezë, ca iranianë, ca rusë, do të shkojnë dhe të lobojnë ku të duan to, sepse nuk kanë një detyrim ligjor parti shqiptare. Kjo është logjika që thot Nardi. Unë them të kundërtën, them që ligji shqiptar e ka të parashikuar specifikisht çështjen e mënyrës financimit, dhe financim nuk quhet vetëm paraja cash, quhet dhe një shërbim për cilin ti je përfitues. Do të thotë 2 gjëra, janë 2 momente shumë të rëndësishme. E para punës kur është lidhur kjo kontratë, e cila rezulton në datën 4 prill, ishim në fushatë zgjedhore. Kishte filluar afati fushatës zgjedhore, detyrimi që ti të mos marrësh shërbime të padeklaruara. Dhe nëse janë shërbime të tilla, janë shërbime të cilat do duhet deklarohen. Pavarësisht faktit që hipotetikisht Partia Demokratike nuk paguan as para, këtë nuk e dim për momentin, do ta marrim vesh në një moment të dytë, sepse sot që flasim ne nuk e kemi faturën e kontratës. Do nuk kemi asnjë fakt për të provuar se kush ka bërë pagesë për atë kontratë. Thënë kjo, kushdo që do bëj pagesë për atë kontratë, Partia Demokratike ka detyrimin ligjor që brenda 60 ditësh nga përfundimi i datës zgjedhjeve të shkojë në KQZ dhe të deklarojë jo vetëm pagesën, por dhe kush janë të gjithë financuesit brenda asaj. Pse?
sepse ligji shqiptar ka kufizime shumë të qarta në raport me mënyrën se financohet një parti politike, dhe nëse do referohemi ligjit shqiptar, thotë specifikisht që një parti politike shqiptare nuk mund të marrë dhurata, dhe kjo dhurata financime përfshin edhe shërbimet, nga subjekte juridike jo vendase, dhe fondacioni mund të jetë i regjistruar në Shtetet e Bashkuara sipas të gjithë drejtave Shtetet e Bashkuara, por nuk mund të financojë një subjekt politik shqiptar. Po abuzon me fjalën tani. Po abuzoj me fjalën. Po mirë, vazhdo unë të letë të bësh leksion, po e ke gabim. Po s'është me pse kam gabim. A thot ligji shqiptar, kodi. Ku është financimi? Kodi zgjedhor. A përfiton shërbim PD? Ku është financimi? Ku janë parat? Përfiton Më trego parat. Më trego parat. Për ta mbaroj. Po të mbaroj, ti ke thënë 3 herë deri tani financimi, unë po të më trego parat dhe jam në rregull me ty, unë e mbyll gojën. Çfarë nuk kupton me para? Para kesh vlla, që unë jap për ty për që ti të bësh për mua. A është paguar kontrata? Po s'është paguar nga. Është paguar me 750.000 euro. Nga Partia Demokratike nuk është paguar as cent. Vazhdo tani fol. Dakor. Ku është përfituesi? Nuk është paguar. Po as i për cent. Okej. Çfarë thot kodi zgjedhor ty për kohën e fushatës? Ti kur je kandidat, pranon dot? Ja të nxirrun në 21 të partive financimit partive politike sepse dhe aty abuzove. Hap neni 92 kodi zgjedhor. Vazhdo vetë forse ta nxjerr tani. Hap neni 92 kodi zgjedhor. Mos u lo fare. Neni 92 kodi zgjedhor thot specifikisht. Ja ta nxjerr tani. Thot specifikisht. Zotri dashur, gjatë kohës që ti je në fushat zgjedhore, edhe sikurse ti e merr shërbimin pa pagesë, konsiderohet financim. Sepse ti mund të ndodhë që shkon unë si kandidat, shkoj ke Redi të them Redi do të lutem, do më japësh 10 minuta kohë televizive pa pagesë. Dhe Redi thotë po do të rrest, kam shok, do të jap 10 minuta kohë televizive pa pagesë. Kur shkon dhe bën deklarimin, ti do ta deklarosh atë kohën si kohë të paguar, sepse konsiderohet financim, që do të thotë pavarësisht faktit që ti nuk paguan asnjë cent, asnjë lek, për shkak të ligjit ajo konsiderohet financim gjatë fushatës elektorale. Dhe $750.000 të paguara nga apo për llogaritë Partisë Demokratike për shkak të kodit zgjedhor konsiderohen financim gjatë fushatës elektorale për sa kohë përfituesi është Partia Demokratike. Dhe këtë keni në 92 e vijues të kodit zgjedhor që trajton në mënyrë të detajuar se çfarë quhet financim gjatë fushatës zgjedhore. Dhe në këtë pikë fakti që Partia Demokratike nuk ka paguar dhe këtë nuk e dim akoma, apo ka paguar financiarisht nga fondet e vet apo nga buxheti vet nuk e shkarkon nga përgjegjësia ligjore. A mund të rrish sekondë aty lutem? Po. Në 21 Po. I ligjit për financimin e partive politike. Pika 2. Lejohen dhuratat dhe ndihmat që vijnë nga parti ose bashkime ndërkombëtare partish, Po. nga organizata e fondacione, Po. politike vendase ose të huaja, është Po. rasti konkret, fondacion, si dhe individ, persona fizike, juridik, privat, vendas. Hap neni 92 kodit zgjedhor? Ore, unë po flas për... Je në fushat zgjedhore, o Nardi, je në fushat zgjedhore. Po flas për ligjin dhe financimit të partive politike. Je në fushat zgjedhore. Mund të hapësh dhe neni 92? Ja ku e ke. Mund të hapësh dhe neni 92 kodit zgjedhor tani? Dhe të shikosh kush janë kufizimet që parashikon ligji? Që janë? Që ti mund të marrësh nga individ jo më shumë se 1 milion lekë të reja në një periudhë një vjeçare. Okej, nga individ, Më lër ta mbaroj. Po mbaroj. Dhe nga subjekti individ jo më shumë se 3 milion lekë të reja në vit. Po pra, po mos ngatro. Domethënë, ngatroj? E ke parasysh duaj e fjalën. Po. Mos e përdrit fjalën. Ma thuaj. Thot fondacione. Jo pa qëllim. Entitet juridik. S'është një gjë. Ku e thot fondacion? Po s'është një gjë. Fondacioni, më zotëri dashur. O vlla. Tani ti nuk po të zgjedhësh 100 ligj të aplikosh ti. Unë them, je në periudhë zgjedhore. Unë nuk po aplikoj ligj. Unë po them që fondacionet janë OJF, organizata e fundit të cilat të gjitha. Je në periudhë zgjedhore. Jo më jo, ai je në periudhë zgjedhore më zotëri dashur. Okej. Është sot Shqipëria 4 prilli, ishte periudhë zgjedhore? Okej. Në periudhë zgjedhore, aplikohet kodi zgjedhor? Po. A ka kufizim kodi zgjedhor? Po, ka kufizim. Po çfarë ka shtu mbaroj unë pastaj. Fondacioni të bëj çfarë dojë më fal. Ka kufizim kodi zgjedhor për mënyrën se si financohet një parti gjatë fushatës zgjedhore. Pyetja që unë të bëra aty ishte kjo. Po. Ka derdhur një lek Partia Demokratike këtu? Ka përfituar shërbim. Prit me pyetje, bëj pyetje unë, unë bëj pyetje ti këtë përgjigje që do ti më. Ti nuk e din që ka derdh lek. Pas ti se di. Po, unë them që e ka derdh. Kurse unë po them ty. Unë them, pyetja ime shumë e thjeshtë. Është përfitues Partia Demokratike? Po një shërbim i cili po është, sa ta thash. Kodi zgjedhor. Ta thash. Është një fondacjon, do ta hapo por nuk e hapet ti. Është një fondacjon. Është përfitues çfarë? Është e detyruar i konsiderohet financim fushat zgjedhore më zotëri. Po cili fushat zgjedhore? Prit. Ore, jani se po tani lutem se më nga acaroj tani. Po. Tani e ke parasysh se po çfarë po flasim? Ky thot fushat zgjedhore, pse fushat zgjedhore në Amerikë bën Partia Demokratike? Po më zotëri, a përfiton valla? Po apo bën Shqipëri? Në qoftë se. Prit. Do thot po të shkoj të bëj fushat në atje takimet në Angli nuk i quhet fushat. Kodi zgjedhor
Kodi zgjedhor I ka kufit e jurisdiksionit vetë menda 28.000 km2 të Republikës së Shqipërisë. Që do thot me këtë që thua ti, Rama, kur del të bën takim. A ka mundësi më burr ta marrë dhe takim kapim unë burr. Ore po tani kodi që ti, ai në 92 që ti flet. Do thot Rama. Jo më jam shumë dakord me ty unë, ke ti drejt. Rama kur del të bën takimin në Itali me refugjatët, nuk ka për detyrë të deklarojë burimin e parave të cilat e bën. Ore, gabim, po theme një. Jo, se kam gabim, u ta pranoj, ti ke drejt. Rama. Ka dy çështje që nuk lidhen me njëra tjetrën. Jo, më ka, sepse po shpenzon para në fushat. Po për një lobim. Po shpenzon para në fushat. Rama. Shkoi Rama, bëri takim Greqi. Rama po I shpenzon këto. Ka detyrë. Po po ta marr shembull më valla. Po dakord, ka detyrim po them. Ka detyrim. Në rastin konkret nuk është Berisha. Po shpenzon Itali më valla. Po në rastin konkret nuk është Berisha. Është Maga. Është Berisha s'profiton gjë. Ore, a dëngjon me njëti tani, a do të bëj afrale. Jo, mos do të bëj afrale. Unë po them me një tjetër. Maga, ti bën një abstragim. Maga është veç tua. Berisha është veç. Po, më juridikisht, ti je jurist apo? Po. Po nuk mund të flasë. Po pse firmos kontratë kur janë veç? Sepse përfitues janë. Që do të thotë dalim ajo që them unë, që ti në fushatë elektorale duhet deklarosh kur përfiton diçka. Po pra, po në Republikën e Shqipërisë apo në Republikën e Amerikës? Kudo më të dasëm se ti nuk përfiton vetë Shqipërisë. Ore, kodi zgjedhor nuk ka fuqi në Amerikë, por çfarë po thua burr tani? Mirë Nardi. Sipas ka fuqi kodi zgjedhor në Amerikë, sepse po më çuditë fare burr tani. Mua bet kot tani. Po si duash ti më valla? Po, Celibashi jep ka urdhër konsullat apo drejt New Yorku do burr. Nge bëre Celibashin me Neni 92-1. Mi vazhdo. Po tash i tha, do të ta rishte ligji. Avokat, vetëm ta dëgjoj, ta lexoj pak Rezardi këtë se është e domosdoshme, po? Po. Jo më vazhdoni. Okej, tash e lexoj. Po. Petraj. Po, ajo për të cilën po flitet që për kontratën, okej, unë e kam thënë dhe po e them prapë, kontrata ka defekte teknike. Nuk do të thotë që s'ka gabime në disa zëra të cilët pasqyrojnë ato pretendimet nga pala tjetër. Po për mua nuk përbën problem. Ajo, situatë se gabimet korrigjohen sepse pjesë juridike janë edhe kur dyja palët janë dakord që të korrigjojnë ato gabimet, i korrigjojnë. Pjesa për të cilën thuhet është vetëm pjesa e pagesës. Tani, në Amerikë, një qytetar I thjesht mund të paguaj deri në $3.200 që mund t'japi donacion për partit politike gjatë fushatës. Në një raund, nëse ka 2 raunde, ajo shkon deri në $5.000 kur është I njëjti person që bën pagesë. Ndërkohë që ende të caktuara, këto organizatat jo fitim prurse e tjera çfarë kanë pjesën sipas ligjit amerikan, do t'i japin 20%, jo më shumë se 20% të vlerës të cilët ata kanë.